Është numri aktual i lexuesve të regjistruar në bibliotekët e cilat janë grup moshat që frekuentojnë më shpesh leximin? Ju falenderoj. Për sa i përket pyetjes suaj, do të thosha që ky frekuentim me lexuesit duhet bërë një lloj, domethënë duke krahasuar jo vetëm nga vitet e kaluara, por edhe muaj pas muaj. Do të thosha që me këta muaj që kanë kaluar, numri i lexuesve është duke u rritur. Për shembull, për muajin tetor, kur bëm këto statistikat e fundit, rezulton që numri në total i tyre është 526. Megjithatë, po të vazhdosh dhe të shikosh domethënë numrin e frekuentuesve në këtë mes muaj, pra në nëntor, ky frekuentim është duke u rritur. Sigurisht që duke marrë parasysh edhe frekuentuesin e vogël, por edhe frekuentuesin e rritur. Pra, mendoj se në këtë frekuentim duhet të futen edhe ata që janë përdorues të sallës, pra ne nuk e japim vetëm librin në formë të huazuar, por ofrojmë domethënë mundësinë lexuesit që ta lexojë edhe në ambientet e bibliotekës. Pra, tek ky numër frekuentuesish është lexuesi që e merr hua librin, pra e lexon në ambientin familjar, por është edhe lexuesi në sallë, njëkohësisht është edhe përdoruesi i internetit. Pra nuk duhet t'i lëmë më njanë këta, përdoruesit e internetit. Pra mendoj se në krahasim pra me muajt e mëparshëm, frekuentimi është duke u rritur. Frekuentimi është nga lexues, domethënë mosha e re, mosha domethënë nxënësit e shkollave të mesme, por njëkohësisht edhe lexuesi i rritur që mund të jetë 30, 45, 50 deri në moshat më të mëdha. Dhe në bazë të kësaj moshe kemi edhe preferenca, që do të thotë moshat e reja, pra adoleshentët, ata që ndjekin shkollën, sigurisht, kanë patur preferencë sidomos autor bashkëkohor. Për shembull, librat të kërkuar të autores amerikane Hoover. Dhe ne si bibliotekë kemi munduar që gjitha serialet e Hooverit t'i fusim në bibliotekë. Tjetër, një shkrimtare shumë e preferuar ka qenë Huang, një shkrimtare kineze kjo, që jeton në New York, dhe gjithë serialet e saj, Twisted, ne jemi munduar që t'i fusim brenda në fondin e bibliotekës. Klejpas është një autore tjetër, mjaft e kërkuar. Gjithashtu një autore greke, Lena Mada, është një autore mjaft e kërkuar, dhe gjithë librat e saj, do të them, përderisa lexuesi i kërkon, edhe ne si bibliotekë e marrim parasysh kërkesën e tyre dhe e bëjmë pjesë librin, pra pjesë të fondit të bibliotekës. Librat më të kërkuar për shembull kanë qenë edhe librat që mbajnë kanë në përmbajtjen e tyre tematikën e luftës së dytë botërore. Për shembull Vajza e Pirenejve, Sekretet e nënës, Gruaja e Kapucarit, domethënë janë disa autorë. Shumë e kërkuar ka qenë një shkrimtare turke, Shafak. Është një autore mjaft e mirë, mjaft e pëlqyer, dhe them që sa mirë që ne po na rritet edhe kualiteti. Domethënë, ne kërkojmë libra cilësor, jo thjesht libra për të rritur fondin e bibliotekës, por edhe një libër që të ketë cilësi në përmbajtje, në risinë që ai sjell. Dhe kjo ka bërë domethënë që të kërkohet libri, sepse A i përmbush biblioteka e qytetit të Kuçovës këto libra sapo ju përmendët? Besoj po. Ne kemi patur domethënë kërkesa nga lexuesi i vogël, lexuesi i rritur, dhe njëkohësisht edhe ne vetë si punonjës bëjmë domethënë kërkime, navigojmë në internet, njëkohësisht i ndjekim shumë edhe këto emisione televizive dhe shikojmë kërkesën e lexuesit dhe mundohemi që me këta tituj të jemi gjithmonë pranë lexuesit. A ka shkrimtar nga zona e Kuçovës
dhe a zhvillohen aktivitete promovuese si takime me autor apo aktivitete kulturore për të gjithë lexuesit? Shkrimtar krijues, kuçovar patjetër që ka. Megjithatë, mendoj se në muajin e Tetorit, po t'i referohem muajit e Tetorit, kemi bërë promovime librash, por jo autor kuçovar, sepse nuk është e thënë që vit për vit autorët kuçovar të nxjerrin libra. Patjetër që ka shkrimtar, krijues, poet nga Kuçova, por këtë radhë po i referohem edhe një herë muajit të Tetorit, neve kemi patur promovim të librit poetik të Jaho Margjekës, një libër shumë i mirë, Lutje në kohën e Sizifit. Audienca ka qenë shumë e lartë, sepse ai ka qenë me të vërtet një libër me lirika mjaft ekspresive, mjaft të bukura. Gjithashtu bëhen edhe konkurset fjalës së shkruar. Para pak kohësh ka qenë, domethënë, një konkurs i tillë i realizuar në ambientet e bashkisë. Kështu që mund të them që kohë pas kohë, vit pas viti, në ambientet e bibliotekës realizohen promovime, konkurse, njëkohësisht më vjen mirë të them që kjo biblioteka jonë është shumë e pasur, jo vetëm me frekuentimin e lexuesit, por edhe me aktivitete. Ne realizojmë shumë aktivitete dhe dua ta them këtë që ne mbushemi me optimizëm për leximin e librit, që do thotë libri fizik do të vazhdoj të lexohet, sa kohë do të ketë krijues, sa kohë do të ketë shkrimtar, libri fizik do të vazhdoj të jetojë. Meqenëse kaluam te shkrimtarët dhe autorët, ju jeni vetë një autore, Alma Zenollari. Do të kishit ju një mesazh të fortë për të ardhmen e librit dhe për të ardhmen e rinisë që duhet të heqin dorë nga rrjetet sociale dhe t'i drejtojnë libër për të marrë diçka të realitetit që jetohet sot? Faleminderit që ma bën këtë pyetje, po unë edhe shkruaj, kam botuar disa libra dhe në këtë intervistë dua të theksoj që kam qenë edhe një herë kandidate për librin për fëmijë, një libër për yjet. Unë vetë kam në dorë tani një libër. Si mesazh mund të them që libri duhet të lexohet. Libri duhet të lexohet dhe mund të them këtë që ne jemi modeli. Përderisa prindrit lexojnë, duhet lexojnë edhe fëmijët. Janë modeli. Unë para ca kohësh kam bërë disa vizita në kopshte dhe më ka ardhur shumë mirë kur ato edukatorët e kishin vënë si qëllim që çdo fëmijë, çdo prind, t'i lexojë fëmijës së vet një prall përpara se ai të flejë gjumë. Kjo do të thotë që kanë filluar edhe ta kuptojnë rëndësinë e librit, edhe prindrit, sepse me keqardhje mund të them që më përpara sikur edhe prindrit nuk kanë qenë shumë të fokusuar tek libri. Ndërsa tani po zgjohet ky interes, po rritet interesi. Kështu që mesazhi im është që duhet lexuar më shumë librat, sepse libri në vetvete është dije, është një dritare dhe sa më shumë libra të lexojmë, aq më inteligjent, më të sigurt ndihemi edhe për të përballuar jetën. Libri është zgjatim i kujtesës. Kështu që kohët e fundit kam lexuar edhe një material ku thuhet që persona që lexojnë më shumë kanë jetë gjatësi më të madhe. A ka mbështetur institucioni juaj nga kryebashkia e Kuçovës, zoti Hajdari, për t'i dhënë sa më shumë promovime, sa më shumë dije vetë bashkisë dhe gjithë qytetarët e kësaj zone? Pasi bashkia e Kuçovës një nga bashkitë më të vogla, do ta thosha në thonjza. Si e shikoni këtë? Unë e shikoj me optimizëm faktin që me kalimin e viteve, sidomos në këto 2 vite, është rritur fondi, ndërsa sot mendoj që ka më tepër. Është një përkrahje nga institucioni. Që do të thotë që i është dhënë prioritet librit. Dhe kjo është shumë optimiste.
Alma, faleminderit që ishe pjesë e kësaj interviste.